Në perëndim të ishullit të Sazanit, në zonën e njohur si Gryka e Xhehenemit, bukuria e ujrave të kristalta fsheh një rrezik të madh. Në thellësitë detare ndodhen ende predra artillerie, mina kundër nëndeceve dhe tonelata municionesh të pashpërthyera të mbetura nga lufta e dytë botërore. Sipas dokumenteve të forcave të armatosura, fusha të minuara gjenden në disa zona përreth ishullit, ndërsa vetëm në një sektor janë asgjësuar rreth 30 ton municione. Pavarësisht këtij rreziku, qeveria shqiptare po avancon projektin për kthimin e Sazanit në një destinacion luksoz turistik. Në fund të vitit 2024, kompania Atlantic Incubation Partners LLC, e lidhur me Xheret Kushner, mori statusin e investitorit strategjik për një projekt me vlerë 1.4 miliardë euro, ku përfshihen resorte dhe vila luksoze. Projekti mbështetet edhe nga investitor nga Katari, ndërsa shteti shqiptar ofron pronën dhe lehtësi ligjore. Ekspertët paralajmërojnë se pastrimi i ishullit dhe ujrave kërkon operacione shumë të kushtueshme, palombar të specializuar dhe kohë të gjatë. Ish oficeri i Marinës Artur Meçollari thekson se rreziku për turistët mbetet i lartë, pasi municionet mund të zhvendosen nga rrymat detare. Edhe biologët dhe zhytësit që frekuentojnë zonën konfirmojnë praninë e vazhdueshme të eksplozivëve, duke vënë në dyshim sigurinë dhe realizueshmërinë e planeve turistike në ishull.